Raportin e forcave preme mes Washingtonit dhe boshtit Moskë-Pekin, zot Prenga. Bindjen me Pekinin natyrisht do të kishte ndikime, kurse për sa i përket me Rusin nuk besoj se do të ketë ndikim të fuqishëm, pasi Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe në takimet që kanë zhvilluar dy presidentet, duke filluar nga takimi i Alaskës, edhe në të ardhmen që parashikohet për arsye të konfliktit Rusi-Ukrainë të ketë një takim final mes tyre, e në mes tyre do të ketë besoj patjetër mes presidentit në finalizimin që uroj deri nga vera e këtij viti të ulën në tavolinë dhe të nënshkruajnë një marrëveshje për paqe të qëndrueshme. Shtetet e Bashkuara do të jenë ata që do ta e kanë iniciuar dhe do të jenë rolin kryesor për të realizuar. Në këto kushte them që situata dhe marrëdhëniet mes Shteteve Bashkuara të Amerikës dhe Rusisë nuk janë në pikën më të dobët të tyre, por do thosha janë të përmirësuara për sa kohë dy presidentet janë takuar dhe mbase kanë vendosur edhe fatin e Ukrainës dhe të nënshkrimit të marrëveshjes së paqes të pritshme. Kështu që me Kinën natyrisht do ndikoj, lufta me Kinën mendoj se është luftë më shumë ekonomike për zaptimin ose si mund të themi zaptimin e tregjeve. Dhe kjo është ajo kryesorja për sa i përket marrëdhënieve Shtetet e Bashkuara të Amerikës Kinë. Kina ka kërkuar dhe ka vazhduar dhe po zën tregje influence ekonomike gjithmonë, dhe këtu është gjithë lufta që bën Shtetet e Bashkuara të Amerikës me Kinën. Nuk besoj se do ketë, do të arrihet në një përplasje të tillë paçkase që mund të godas Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Jam i bindur që kjo nuk mund të ndodhë, paktën për momentin. Por zoti Prenga, është infrastruktura ushtarake amerikane në linjën e mesme përgatitur për një sulm të koordinuar pranë me raketa dhe drone? Unë mendoj se është totalisht i përgatitur, nuk është hera e parë që ndodhin, ata kanë një fuqi të jashtëzakonshme për sa i përket aeroplan mbajtësve dhe po do të sillja një shembull, kanë një fuqi të jashtëzakonshme dhe kanë një përbërje ushtarakësh profesionist, pa folur për kalibra dhe llojet e armatimeve që mbajnë dhe mundësia më e mirë është. Por krahas kësaj do të jetë dhe forca ajrore që do të afrohen e do të jenë në pika kyçe duke filluar nga vendet që kanë distancën e mushme për të goditur dhe detyrimisht kjo nuk është hera e parë, ata trajnohen, kanë patur raste të tjera që kanë zhvilluar dhe jam i bindur që për të bërë një operacion luftarak kirurgjikal të pjesëshëm dhe të shkurtër në afat kohor, e kanë të gjithë kapacitetin e mundshëm për të realizuar një gjë të tillë. Unë uroj që të mos ndodhë, por këto skenar janë në tavolinë për sa kohë palët nuk do të përfundojnë në një marrëveshje. Shpresoj dhe uroj që këtë javë dhe javën e ardhshme, nga fillimi i javës së ardhshme besoj që do të arrihet të realizohet një takim tjetër mbase në Gjenevë, mbase në Oman, por që do të realizohet një takim me ndërmjetësit amerikan dhe të besuarit e presidentit Trump dhe palën e delegacionit të përfaqësuar nga ministri i jashtëm i Iranit për të parë se çfarë kanë bërë në ato që morën nga takimi i fundit që zhvilluan në Gjenevë. Uroj që të realizohet ajo që në një farë mënyrë vetë Irani, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por dhe bota në përgjithësi dëshiron dhe uron për të patur një marrëveshje mes palëve, kryesisht për të frenuar dhe për të patur kontroll të plot në programin bërthamor të Iranit. Ndërkaq zoti Prenga, opinioni publik amerikan ka treguar sigurisht edhe lodhje nga konfliktet e gjata në linjën e mesme. Sa ndikim do të kishte i gjithë presioni i brendshëm politik në SBA mbi kozjatën e një operacioni ushtarak dhe nga ana tjetër sigurisht që një luftë mund të prodhojë dhe një krizë të re refugjatësh, por edhe tensione humanitare. Në këtë rast, është Bashkimi Evropian i përgatitur për pasojat humanitare, por edhe flukset e mundshme migratore? Pasojat janë të padiskutueshme dhe askush nga qytetarët, po ti intervistosh, askush nuk e do luftën, nuk e do konfliktin, pasi sjell pasoja katastrofale dhe përfshir këtu dhe pjesën kryesore të humbjes së jetëve njerëzore. Pa fol pastaj për aspektin ekonomik që është një faturë kolosale e vërtet. Në këto kushte jam i bindur që Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe popullsia atje nuk e do luftën, nuk e do konfliktin, qoftë ai edhe i pjesshëm. Por nisur nga fakti që tashmë janë futur përfshirë në këto zhvillime, unë uroj e shpresoj që ata të japin një zgjidhje sa më të shpejt jetë e mundur, pasi në zgjedhjet e pjesshme
që do të zhvillohen në gjysmën e mandatit që po vjen gradualisht nëntori i vitit 2026, për presidentin Trump do të jetë një goditje e rëndë edhe për strukturën politike që ai përfaqëson. Kështu që unë mendoj që brenda verës maksimale qershor korrik do të jap zgjidhje, besoj, edhe këtij edhe pjesës Rusi-Ukrainë. Pasi ai kur ka ardhur në mandatin e dytë, atë çfarë ka premtuar ka qenë që unë nuk do të përfshihem në lufta, përkundërzi, edhe ato lufta që kanë filluar brenda 24 orëve do të ulen, do të investohen 100% për të nënshkruar marrëveshje paqe. Kjo nuk u realizuar deri tani, pa i heq meritën për ato që kanë ndikuar dhe ka realizuar, por me Iranin një dhe me Rusi-Ukrainë do thosha deri tani nuk ka qenë i suksesshëm. Shpresoj e besoj që edhe ata, edhe administrata e presidentit Trump me ekspertët dhe specialistët që ka, jam i bindur që këte ja kanë thënë dhe i vënë opsionet e ndryshme mbi tavolinë që ai të vendos për vendimin më të mirë të mundshëm. E qartë. Mirë, zot Prenga, pyetja e fundit për ta mbyllur. Nëse do të nisë një përplasje mes të dyja vendeve, cili do të ishte sipas jush skenari më i mundshëm i daljes diplomatike për të shmangur sigurisht një luftë të gjatë? Unë mendoj, uroj e shpresoj dhe kam një bindje që nuk do të ketë, por nëse do të ketë në përmasa të vogla, flas gjithmonë për përfshirjen e trupave 1, për përfshirjen e kapaciteteve 2 dhe për zgjatjen 3, por mbi të gjitha për goditjen kirurgjikale të objekteve dhe të personave që janë tashmë përzgjedhur dhe ndiqen në vazhdimsi 24 orë 7 ditë javës për ta ditur se cila është veprimtaria e tyre dhe ku janë në vendodhje. Në këto kushte jam i bindur që në bashkëpunim me Izraelin dhe shërbimet e tjera të fshehta që ekzistojnë në Iran, do të arrijnë të bëjnë një goditje kirurgjikale me efektshmëri të lartë dhe shkëputjen e daljen e menjëhershme nga situata e konfliktit. Mundet të jetë me ditë, maksimalja 1 deri në 2 javë, mendoj unë, por kur më tepër. Dhe kjo do të arrihet pasi ata do të arrijnë një sukses të parë dhe duke parë situatën dhe zhvillimet e situatave të paqëndrueshme brenda Iranit, nëse do të goditën rezidenca e liderit suprem, garda revolucionare, populli iranian përgjithsisht për arsye të kohës së gjatë, por mbi të gjitha të aspekteve ekonomik, të kushteve të jetesës dhe të vrasjeve e të arrestimeve që regjimi atje ka realizuar, kam bindjen që atje me zi presin që të ketë një goditje nga jashtë, që ata të përqendrohen te goditja jashtme dhe të mund të reagojnë për të bërë, jo, si mund themi, për ta çuar vendin në një anarshi, po për ta dorëzuar në duart e disave që janë më të moderuar udhëheqës dhe për të organizuar sa më shpejt të ishte e mundur zgjedhje të lira në një vend të lirë e demokratik. Ky mund të jetë me fjalë është krejt e lehtë për ta përshkruar dhe për ta thënë, por unë do të uroja dhe shpresoja që kjo të ishte njëri nga skenaret. Gjithsesi, ne jemi në pritje, do të shohim dhe do të gjykojmë, ne nuk kemi gjithë informacionin që quhet i klasifikuar në radhë e forcat armatosa, jo vetëm të forcat armatosa, por dhe të qeverive që i drejtojnë. Ky informacion nuk mundet të dalë dhe nuk mundet sepse humbet elementi befasi për kundërshtarin dhe ai merr masat përgatitore, e atëherë humbet gjithë qëllimi dhe objekti i gjithçkaje që ke organizuar. Dhe këto organizime, qoftë dhe për të vajtur në linjën e mesme, janë me kosto kolosale financiare. Edhe aeroplan mbajtëset amerikane edhe gjithë personeli ushtarak, me gjithë mjetet që ka në dispozicion, është me një kosto kolosale. Gjithsesi, ai gjersa arriti në qershorin e vitit të kaluar për të paralizuar gjithë sistemin e mbrojtjes, të vëzhgimit, të zbulimit ajror dhe nuk i dha asnjë lloj mundësie Iranit me strukturat e veta sidomos ajrore të zbulojë dhe të godas qoftë edhe një nga avionët që hynë dhe goditën dhe u larguan nga Irani, kjo do të thotë që nuk mund të themi që s'mund të ndodhë përsëri, sepse merren masa dhe kjo koha e gjatë e qëndrimit në gatishmëri vjen një moment që njerëzit, jo mjetet, po njerëzit psojnë një lodhje
e bëjnë rutinë ditore të punës së tyre, të gatishmërisë së tyre, dhe atë ditë kur nuk e pret dhe ka rënë vigjilenca, atëherë mund të ndodhë edhe goditja. Gjithsesi kjo goditje do të jetë kirurgjikale e përcaktuar saktë mbi Gardën Revolucionare, mbi liderët e tyre dhe mbi presidencën dhe vetë liderin suprem të Iranit.